Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në News Hour. Policia e Vlorës ka vënë në pranga 2 persona si autor të shpërtimit me tritol në banesën e nënës Gentian Zotos, i dënuar me 35 vite burg për atentatin ndaj Ines Ajrullah në vitin 2019. Policia zbardhi ngjarjen e rëndë ndodhur në 29 nëntor, nga e cila pati vetëm dëmtime në apartamentin e nënës Zotos. 2 të arrestuarit babe bir pas ngjarjes dogjën në babicë të vogël makinën e vjedhur në Elbasan. Policia ka zbardhur ngjarjen e ndodhur 3 javë më parë në qytetin e Vlorës, ku një sasi lënde plase shpërtheu në derën e shtëpisë së Bakie Zotos, nënës së Gentian Zotos, i dënuar me 35 vite burg për përfshirjen e atentatin kundër Ines Ajrullah në vitin 2019. Autor të dyshuar të saj sipas policisë janë David Goxha, 59 vjeç, dhe Ferdinand Bomba, 29 vjeç, nga babica e madhe Vlorë, babe bir. Policia i ka vënë në pranga për veprat penale shkatrimi pronës me eksploziv, e kryer në bashkëpunim dhe vjedhje. Më 29 nëntor, sipas hetimeve, babe bir pasi janë afruar pallatit ku banon 63 vjeçaria, me këtë automjet që shihnin në pamje të siguruara nga kamerat në zonë, dyshohet se kanë vendosur lëndën plase në derën e jashtme të shtëpisë, e cila më pas ka shpërthyer. Automjeti tip Volkswagen Golf Plus, sipas policisë, rezulton i vjedhur në qytetin e Elbasanit. Pas ngjarjes, makina është gjetur e djegur në fshatin Babicë Vogël. Policia thotë se po vijon hetimet për zbulimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë në ngjarje. Arsyeja sepse këta 2 persona vendosën lëndë plase në derën e Bakie Zotos ende nuk dihet. Një nga pistat që po heton policia ka lidhje me djalin e saj Gentian Zoto, i cili po vuan dënimin në burg. 63 vjeçaria pas shpërthimit tha se jetonte e vetme dhe nuk kishte konflikte. Nga shpërthimi pati vetëm dëme materiale. Lloje të ndryshme drogash po trafikohen në Shqipëri. Në Tiranë policia vuri në pranga një të ri, të cilit ju gjet mbi 1 kilogram kanabis gelatin që dyshohet se kishte ardhur nga Kanadaja. 23 vjeçari nga Dibra do ta shpërndante drogën në lokalet e Tiranës, ndërsa sipas hetimeve vlera e saj në treg arrinte 10.000 euro. Domenico Cibaku, 23 vjeç, ka rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi u gjet lëndë narkotike kanabis të trafikuar nga Kanadaja. Gjatë kontrollit fizik dhe kontrollit në banesën e 23 vjeçarit, blut gjetë 1 kilogram e 54 gram lëndë narkotike kanabis në trajt gjelatine. Domenico Cibaku, banues në Dibër, u kap në rrugën 5 Maj dhe nga hetimet dyshohet se kanabisi me vlerë 10.000 euro është trafikuar nga Kanadaja drejt Shqipërisë dhe do të shitej në lokalet në 5 Maj. I riu rezulton pa precedent penal, por i skeduar në përdorimin e lëndëve narkotike. Sipas grupit hetimor, Domenico Cibaku ndihmohej nga një tjetër person në shitjen e lëndës narkotike. Ky i fundit është shpallur në kërkim nga policia. Grupi hetimor vijon punën për kapjen e ndihmësit të 23 vjeçarit, si dhe po punon për të zbuluar se në cilat lokale do të shitej kanabisi në trajt gjelatine. Mbi 1 ton drog është sekuestruar gjatë një operacioni policor në Itali dhe 384 persona kanë rënë në pranga. Po ashtu janë në vënën e tim mbi 650 individ, mes tyre edhe të mitur. Policia konfiskoi më shumë se 40 armë zjarri dhe mbi 3.000 euro që dyshohet se janë përfituar nga trafiku i drogës. Policia italiane përmbylli një operacion të madh kundër trafikimit të lëndëve narkotike duke arrestuar qindra persona. Oficerët sekuestruan 1.4 ton drogë dhe arrestuan 384 persona të përfshirë në trafik, duke u bërë një nga operacionet më të mëdha të kohëve të fundit. Përveç të arrestuarve, janë vënë në hetim 655 individ, përfshirë 39 të mitur dhe janë konfiskuar 34 kg kokain dhe më shumë se 40 armë zjarri, si dhe mbi 300.000 euro në para kesh, që besohet të jenë të ardhura nga trafiku i drogës. Operacioni i cili përfundoi të premte në disa provinca çoi në mbylljen e përkohshme të 5 dyqaneve të kanabisit në 3 qytete pas 312 inspektimeve. Gjatë kontrolleve, policia tha se kishte sekuestruar 296 kg produkte kanabisi, të cilat testet fillestare kishin treguar se ishin droga të paligjshme. Në qershor, Italia miratoi një dekret sigurie që ndalonte të ashtu quajturin kanabis ligjor dhe bënte të paligjshëm
me tregtinë e kanabisit të lehtë ose kërpit, i cili ndryshe nga marijuana nuk ka efekte psikoaktive. Policia ka identifikuar edhe disa profile në mediat sociale dhe aktualisht po kontrollohen për përmbajtje që mund të lidhen me aktivitet kriminal. Elbasani, një qytet që për gati 2 dekada jetoi në hijen e 4 grupeve kriminale. 10 vrasje, frikë, heshtje, një terror që u zbardh vetëm kur bashkëpunëtorët e drejtësisë dhe bisedat e koduara të skaj dolën në dritë. 3 vjet qetësie, 3 vjet ku qyteti më në fund mori frymë. Por në fund të nëntorit, një atentat i ri, i shkëputur nga krimi organizuar i së Shkuarës, mjaftoi për të rikthyer ankthin e vjetër. Për të rikthyer pyetjet, a ka mbaruar vërtet gjithçka, apo fantazmat e së Shkuarës jetojnë ende aty? 4 grupet mund t'i ngoditur, por modeli i tyre duket se ka mbetur. Elbasani, kryeqyteti i krimit. Të dielën në Gjërat Tona, në orën 20. Në ABC News. Drone bujësore do t'i vinë në ndihmë fermerëve dhe zhvillimit të bujqësisë. Projekti ka nisur në zonën e Fushkrujës dhe këto pajisje mundsojnë monitorimin e sipërfaqeve të mbjellas, përkatjen e tyre me pesticide apo analizën e tokës. Investimi që synon zgjerimin e teknologjisë edhe në bujqësi, po realizohet në bashkëpunim me qeverinë italiane. Një dron bujësor do të monitoroj kulturat bujësore në zonën e Fushkrujës dhe Shkodrës. Kjo teknologji që përdoret për herë të parë në vendin tonë do të ndihmojë fermerët të monitorojnë të mbjellat nëpërmjet kamerave të posaçme që shfaqin sëmundjet e bimëve apo mungesat e ujit para se të shihen me sy të lirë. Ai do të spërkas me ple apo pesticide tokat duke ulur kostot, rritur rendimentin dhe cilësinë e prodhimit. Flota e dronëve pritet të shtohet, ndërsa për kryeministrin Rama, teknologjia në bujqësi mbetet prioriteti i këtij mandati. Bujqësia inteligjente është pjesë e vizionit ton. Bujqësia 2030 për një sektor më të qëndrueshëm dhe konkurrues në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Ky investim në bashkëpunim me qeverinë italiane, ndër të tjera, parashikon dhe rritjen e kapaciteteve në terren me mekanik bujësor modern si traktor, freza, pompë spërkatëse, kultivator dhe korse. Në Vlorë ka nisur puna dhe investimi për furnizimin me ujë pa ndërprerje. Faza e parë po zbatohet në pallatet dhe banesat e vjetra të viteve 70. Drejtuesit e ujësjellësit thonë se projekti pritet të përfundojë në mes të vitit të ardhshëm, ndërsa investimi po kryhet nga qeveria dhe KFV-ja gjermane. Në Vlorë, ujësjellësi ka nisur investimin që do të mundësojë furnizimin e qytetit me ujë 24 orë. Në fazën e parë të projektit përfshihen rreth 180 objekte të ndërtuara në vite 60-70. Secili banor do të ketë rrjetin e furnizimit, secila shtëpi le themi, njëkohësisht dhe macin e dedikuar për konsumin, njëkohësisht dhe faturimin e ujit. Banorët e qytetarët, subjekti i këtyre investimeve duhet ta kuptojnë shumë mirë sa e rëndësishme është aksesi që duhet të kenë firma kontraktore dhe punonësit e ujësisë kanalizime për të përfunduar investimin në kolonat e brendshme të pallatit. Në fazën e projektit duhet të kuptojmë që ka disa hapa dhe këto hapa kërkojnë patjetër momente të caktuara stakimin e furnizimit me ujë për të operuar për sa i përket rrjetit apo pompave. Në këto pallate do të hiqen depozitat në terraca dhe pompat që përdoren për furnizimin me ujë. Projekti pritet të përfundojë në mesin e vitit të ardhshëm. I gjithë projekti parashikohet të mbyllet në maj të vitit që vjen. Projekti ka disa fusha të aktivitetit vetë, vetëm sistemi i shpërndarjes, ka pompat e reja të qytetit, stacioni numër 4 që është zemra e furnizimit me ujë të prodhimit me ujë të qytetit Vlorës, parashikon dhomën e re të komandimit, parashikon sistemin SCADA, njëkohësisht parashikon dhe dhomën e re të klorinimit. Heqja e depozitave do japi një akses më të mirë dhe furnizimit me ujë dhe nuk do ketë ndërprerje siç kemi pasur 2 orë paradite në mëngjes dhe 2 orë mbasdite. Projekti ujësjellësit në Vlorë realizohet nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me KFV-n gjermane.
Zbulohet shifra zyrtare e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, mbi 2.2 milion qytetarë jetojnë jashtë Shqipërisë, shumica e tyre në Itali dhe në Greqi. Sipas Instat, arsyet kryesore të emigracionit janë punësimi, studimi si dhe bashkimi familjar, por shumë shqiptarë kanë zgjedhur gjithashtu si shtëpi të dytë Gjermaninë dhe Francën, ndërsa mbi 200.000 shqiptarë jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Diaspora shqiptare përllogaritet në 2.2 milion shtetas gjatë vitit 2025. Instituti i Statistikave ka publikuar raportin Diaspora e Shqipërisë, ku është përllogaritur popullsia shqiptare që jeton jashtë vendit, dhe rezulton se Italia dhe Greqia ka numrin më të lartë të emigrantëve, ndjekur nga Gjermania, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar. Të dhënat tregojnë se Italia dhe Greqia janë qendrat kryesore ku qytetarët shqiptar janë stabilizuar. Kjo reflektohet në numrin e lartë të rezidentëve, po ashtu edhe në procesin e integrimit, përfshirë lejet e qëndrimit dhe fitimin e shtetësisë. Raporti veçon edhe komunitetin shqiptar që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili përllogaritet në rreth 206.000 persona. Sipas të dhënave të Instat, rreth gjysma e lejeve të qëndrimit në vendet europiane është dhënë për bashkim familjar, ndjekur nga arsyet e punësimit e më pas studimi. Vërehet se 1.1 milion individ jenë meshkuj dhe rreth 1 milion femra. Përllogaritjet e diasporës tregojnë se ajo përfshin një popullsi relativisht të re dhe pjesën kryesore e zë grup mosha 15 deri në 64 vjeç, me rreth 77%, ndjekur nga grup mosha 0 deri në 14 vjeç. Shqiptarët mbi 65 vjeç që jetojnë në diasporë zën vetëm 5% të totalit. Kjo tregon një diasporë me profil të ri, ekonomikisht aktive dhe me potencial të lartë kontributi në tregjet e punës të vendeve pritëse. Pothuajse gjysma e emigrantëve transferojnë një pjesë të ardhurave të tyre në Shqipëri përmes remitancave. Vendimi për të dërguar remitanca është i lidhur me suksesin e emigrantëve në gjenerimin e të ardhurave dhe kursimeve jashtë vendit. Emigrantët kanë tendencë të dërgojnë remitanca kryesisht nëpërmjet miqve ose kur vizitojnë vetë Shqipërinë, ndërsa kanalet formale siç janë bankat dhe operatorët e transferimit të parave përdoren si metodë kryesore në vetëm 30% të rasteve. Mesatarisht, emigrantët fitojnë 2.5 herë më shumë se sa fitonin para emigrimit dhe gati 2.5 herë më shumë se sa bashkëmoshatarët e tyre që qëndrojnë në Shqipëri. Mirë, pas kësaj hapësire të shkurtër publicitare, jemi rikthyer sërish në studio. Mosha gjithmonë dhe më të reja po konsumojnë alkool. Mjekët toksikolog thonë se adoleshent nga 16 deri në 20 vjeç paraqiten në spital me pasoja të rënda intoksikimi nga konsumi i tepërt i alkoolit. Në këto ditë festash, mjekët këshillojnë kujdes për të mos e tepruar me alkoolin dhe për të mos e rënduar gjendjen shëndetësore. Kurioziteti për ta provuar apo si një mënyrë për të përshtatur më lehtë në shoqëri, po shtyn gjithnjë më shumë të rinj drejt alkoolit dhe konsumimit të substancave narkotike. Ajo që duket e padëmshme në fillim, për shumë të rinj kthehet gradualisht në një zakon të përditshëm. Sipas shefit të shërbimit të toksikologjisë në QSUT, Andrin Tahiri, këto vese po bëhen gjithnjë më herët pjesë të rinjeve që në moshë të mitur. 16 vjeç. Rastet e tjera janë raste të izoluara, por 16 vjeç pa ndjen pak më të rritur, por nuk janë aq të formuar sa duhet dhe mund të konsumojnë pak alkool me tepër. Po këto janë raste të izoluara. Por mbi 18, 19, 20 janë raste të shpeshta, të cilët sidomos për festat, të rinj të cilët mund të konsumojnë dhe mund të abuzojnë më shumë se ç'duhet. Pra konsumojnë alkool me tepër, eksperimentojnë me drogat. Festat e fundvitit përveç atmosferës festive shoqërohen çdo vit edhe me problematika serioze shëndetësore. Gjatë kësaj periudhe mjekët thonë se përballen me një fluks të shtuar pacientësh për shkak të abuzimit me alkoolin, por jo vetëm. Komplikacionet janë të ndryshme sipas tyre, por helmimet zën vendin e parë të shqetësimve. Këtë periudhë ne ndeshëm me helmimet akute, pra me konsumimin e alkoolit me tepër, deri në atë moment që mund të bëjë dëm për shëndetin dhe kërkojnë asistencë mjekësore pranë shërbimit tonë. Bluzat e bardha bëjnë thirrje për më shumë kujdes dhe ndërgjegjësim për heqjen dorë nga këto vese, sidomos te grup mosha e të rinjve. Festat zgjasin pak. Zgjedhjet e gabuara mund të lejnë pasojë për një kohë shumë të gjatë. Alkooli dhe droga nuk ju bëjnë kurrë më interesant. Vendimet e qarta, po. Festoni fort, gëzoni fort, pa i bërë dëm. Në Bashkinë e Lezhës ndodhen rreth 200 kulla shekullore me vlera historike, një pjesë e tyre janë në gjendje të amortizuar dhe ka nevojë për restaurim.
Për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin ekonomik ka nisur projekti për rijetëzimin e tyre. Kullat shekullore përbën një pasuri të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në Lezhë, por një pjesë ndodhe në gjendje të amortizuar dhe ka nevojë për restaurim. E tillë është dhe kjo kull 105 vjeçare, monument kulture i kategorisë së parë në fshatin Nishull Lezhë, ndërtuar me mur guri dhe arkitekturë të veçantë nga Det Zefi. Ajo është ruajtur ndër vite nga pasardhësit e familjes. E veçanta kësaj kulle ku ndodhemi sot është kull tipike malore e malësisë se ndodhet mes të fushës, madje në një nivel shumë të ulët, nëse llogarismë me nivelin e detit. Tu mund të jetë rreth jo më shumë se 2 metra mbi nivelin e detit. Është rasti i veçantë, është kulla më e mirë mbajtur, po ashtu ka statusin si monument kulture i kategorisë së parë. Për sa i përket kullave të tjera, shumë pak prej tyre kanë status mbrojtur nga shteti. Edhe diçka se kanë status, në bie fjala kulla Gekbrandit në fshatin Patalin, malsinë e Lezhës është rënuar. Është shembull, ka ngeli pjesë e mureve edhe ajo po shkon drejt shembjes. Kemi disa raste të tjera të ngjashme që po shkojnë drejt rënimit, edhe pse kanë statusin si monumente kulture të mbrojtur nga shteti. Poseduesit e këtyre kullave mund të aplikojnë për ta kthyer trashëgimin në burim të zhvillimit ekonomik. Ministria e Kulturës dhe KIS kanë nisur projektin për rijetësimin e tyre. Kjo është me interes për ne, me interes edhe për banorët që në mënyrë që me anë të asaj kulle, me identitetin e tyre që e kanë trashëguar në vite, të krijojnë një jetesë të shëndrueshme me turizëm. Ne si pjesë e strukturave të turizmit na intereson që përveç detit të ketë edhe atraksione të tjera që janë të rëndësishme për vizitorët, siç janë kullat. Në Bashkinë e Lezhës numërohen rreth 200 kulla me vlera historike. Djemtë e përçartë Amerikës është libri i ri i gazetarit Sokol Balla. Intervista dhe dëshmi ekskluzive mbi figurat e shuara të diasporës shqiptare në Amerikë që patën një ndikim të madh në zhvillimet e fillim shekullit 20 dhe më pas. Bashkos të Nolit dhe të Konicës që sjellin detajet të jetës së tyre private dhe një rivaliteti që vazhdon akoma edhe sot. Shtëpia Botuese Albas në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare dhe Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit promovuan librin e ri të gazetarit të njohur Sokol Balla, Djemtë e përçartë të Amerikës. Me një stil unik publicistik, gazetari pasqyron duelin mes dy titanëve, Konicës e Nolit, Urpalon Manjan, Asgrimsat njerëzore, thekson botuesja Rita Petro. Qëllimi i tyre ka qenë shumë i përbashkët gjithmonë sepse të dy kanë kontribuar jashtëzakonisht në kulturën shqiptare, sidomos në atë kohë. Po çfarë i shkaktonte debate, qëndrimet e ndryshme patjetër politike, por mund të ishin mbase edhe gjëra edhe personale. Në këtë libër ka dëshmi të mbledhura që në vitin 94, të cilat i ka ruajtur me xhelozi e kujdes, por dhe si amanet i personave që ka intervistuar në Amerikë. Balla është i vetëdijshëm për madhështinë e vlerat kombëtare shumë dimensionale të dy patriotëve, por edhe debatin që zgjojnë këto dy figura. Ai sjell larg mitit, më afër njeriut, lehtësisht të rrokshëm për lexuesit. Kisha dilemat e mia për shkak të temës që e trajton dhe për shkak të faktit që ne jemi një shoqëri shumë e prirur drejt krijimit miteve dhe jo drejt rrëzimit të tyre. Megjithse prej 3 dekadash e gjysmë u ngritëm në emër të rrëzimit një miti, por për fat keq siç po e shikojmë, vazhdojmë të ngrejmë ato, me ose pa dashjen tonë. Krahasimin mes tyre e bën me yjet e sportit, Messin e Ronaldon. Konica ishte Messi, ishte Maradona. Noli ishte Ronaldo. Libri është për të gjithë ata që duan të mësojnë më shumë për të shkuarën dhe të kenë një vështrim sa më realist, thekson studiuesi Roland Lami. Dhe ajo çfarë është më interesante që futemi tani në kulturën e të bërit, apo kulturën e vendimarrjes për çështje të rëndësishme që lidhet me shtetarët shqiptar, është që edhe këto dy figura nuk i shpëtojnë dot mallkimit, si mund ta themi kështu, ku për çështje të rëndësishme nuk arrin dot dhe këta të gjejnë ekuacionin e përbashkët për të dhënë një kontribut i cili është decisiv për situata të rëndësishme. Alda Bardhyli e vëtheksin të hapja si pare të studimeve të tilla, që të shohim figurat kombëtare larg klisheve. Që ky libër i Sokolit
është thjesht fillimi një studimi i cili duhet vijojë sokol për të ndërtuar gjithë skaletën apo arkitekturën e asaj çfarë ndodhi dhe rolit të vërtet të këtyre djemve pikërisht në historinë e Shqipërisë, në historinë e Shqipërisë duke filluar që para luftës së dytë botërore me Nolin, Konicën, por edhe me shqiptarë të tjerë që vazhduan këtë traditë më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Djemtë e përçartë të Amerikës i hap shtegun librit tjetër të gazetarit, që është krahasimor sërish, bazuar në kontaktet e tij personale, nga njohuritë, intervistat, bisedat private dhe publike me politikanë të Shqipërisë, Kosovës, të Malit Zi e Maqedonisë së Veriut, ku gazetari Sokol Balla thotë se do të përpiqet të kuptojë se cili prej tyre është patriot e cili jo. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.